Rreth 5.3% e ndërmarrjeve aktive në Shqipëri janë me kapital të huaj ose të përbashkët me partner ndërkombëtar sipas të dhënave më të fundit zyrtare. Investitorët më të mëdhenj vijnë nga Italia që përfaqëson 41.8% të totalit të këtyre ndërmarrjeve, megjithëse me rënje. Pasohet nga Kosova me 8.3% dhe Turqia me 6.5%. Të dhënat tregojnë një prani të larmishme të kapitalit të huaj në ekonominë shqiptare, e cila mbështet një sër sektorësh kyç, duke kontribuar në punësim, inovacion dhe rritje ekonomike. Në krye të listës së aktiviteteve ekonomike ku përqendrohen investitorët e huaj qëndron sektori i shërbimeve të tjera me rreth 2.895 ndërmarrje, ndërkohë që tregtia rënditet e dyta. Këto sektor tradicionalisht kanë tërhequr kapital të huaj për shkak të qarkullimit të lartë dhe barierave të ulta për hyrjen në treg. Por ajo që bie në sy është sektori i akomodimit dhe shërbimeve ushqimore, ku investimet nga jashtë Bashkimit Evropian janë më të shumta se ato nga vetë BE-ja, me 195 kundrejt 144. Ky fakt nënvizon një interes gjithmonë më të madh për turizmin shqiptar nga investitorët e vendeve si Turqia, Kosova apo edhe nga vetë rajoni e Mëgjër, ndërkohë që Shqipëria vijon të pozicionohet si një destinacion turistik në rritje. Kapitali huaj në këtë fushë mund të luajë një rol kyç në zhvillimin e infrastrukturës pritëse, përmirësimin e cilësisë së shërbimit dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Sektorë të tjerë si industria dhe informacioni e komunikacioni gjithashtu përfaqësojnë fusha me potencial për investime të huaja, sidomos nëse përmirësojnë politikat fiskale dhe garancia për një klimë të qëndrueshme biznesi.